Dje në ora 22:50 në rrugën rajonale Tetov, fshati Volkovi, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Tetov kanë privuar nga liria një 23 vjeçar nga fshati Zhelin e Tetovës. Ai është kapur duke drejtuar automjetin e udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës pa pasur leje drejtimi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 19:15 në fshatin Kamjan të Tetovës, zyrtar policor nga departamenti policor i Kamjanit kanë ndaluar një 28 vjeçar nga po i njëjti fshat. Ai kërkohej me urdhëresë gjyqësore për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 297 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në ora 17:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 40 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 12:50 në fushën e futbollit në një shkollë fillore në Tetov, gjatë një turneu sportiv, vajza e tij 13 vjeçare është sulmuar fizikisht nga 4 nxënëse më të rritura, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 15:30 në departamentin policor të Tearsës është denoncuar se në periudhën nga ora 12 deri në orën 15 është hyrë në xhaminë e fshatit Slatin të Tetovës dhe me përdorimin e forcës dhe mjetit të fortë është hapur arka me kontribute vullnetare dhe janë marrë para. Inspektimin e vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 12:15 në një fshat të Tetovës, zyrtar policor nga departamenti policor i Zherovjanit kanë privuar nga liria një 31 vjeçar duke vepruar sipas denoncimit paraprak se rreth orës 11:45 ka sulmuar fizikisht nënën e tij 54 vjeçare dhe bashkëshortin e saj, i cili ka tentuar ta mbrojë, me çka i ka kërcënuar edhe me mjet të mprehtë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës.